Po dyshtoj 3 herë, hidhet në ajër parlamenti edhe vendi shkon në zgjedhje. Nëse ndodh kjo, e kam shkruar dhe më herët dhe po e them edhe këtu që është sërish një fyrje jashtëzakonisht e madhe ndaj qytetarëve të Kosovës, sepse faktikisht po keqpërdoret demokracia për të bllokuar jetën politike në Kosovë. Dhe bllokimi i jetës politike në Kosovë është skandaloz që një vit, në Kosova, që nga zgjedhjet e parafundit të 9 shkurtit, ka humbur një vit me lojra politike, me garë në parlament për zgjedhjen e kryetarit ose të kryetares së parlamentit, me polarizim të skajshëm politik, me akuza të llahtarshme ndaj njëri tjetrit, dhe në fund vendi shkoi në zgjedhje të reja, u doli një shumicë parlamentare, po as kjo nuk po mjafton për ta qetësuar gjendjen politike në Kosovë. Dhe mendoj që kjo tallje me qytetarët e Kosovës duhet ta ketë një limit, dhe unë mendoj që shumë njerëz kjo do t'i irritoj edhe më shumë se që ka irrituar në të kaluarën, dhe domethënë nëse partitë do të marrin edhe një faturë të cilën e meritojnë nëse ndodh në rastin me të keq që të shkohet prapë në zgjedhje. Ju më përmendët në fillim, u përmendën emrat nga familja e Adem Jasharit. Murat Jashari ishte ai që deklaroi publikisht që nuk do të pranonte të kandidonte si president. Gjatë orëve të fundit u përmend edhe djali u Kshinotit, është Andin Hoti, që aktualisht është ministër në qeverinë e Albin Kurtit, dikur tek PDK-ja dhe sot tek vetëvendosja, me një skenar që nëse ai do të ishte një emër mund të merrte edhe votat e Partisë Demokratike të Kosovës, por tashmë jemi tek emri i Glauk Konjufcës. Mendoni që Vjosa Osmanit i është mbyllur përfundimisht dera për të qenë si kandidate, zoti Robelli? Sa po shihet, po, nuk di nëse mund ndonjë çudi, ndonjë papritur e madhe, por sa di unë rrugët politike mes vetëvendosjes ose koalicionit qeveritar dhe presidentit Osmani pak a shumë janë ose duket se janë të ndara. Kështu që është vështirë të parashikohet, sepse fundja edhe sikur lëvizja vetëvendosje ta kandidon të zonjën Osmani nga partitë opozitare, nuk ka pasur shumë shenja se ato e mbështesin një kandidaturë të saj, ose s'paku nuk kanë deklaruar publikisht se e mbështesin, sepse edhe kjo ka qenë pjesë e lojrave të tyre politike, një kohë kanë thënë që fare nuk e mbështesin. Për të qenë më korrekt, Abdi Xhiku nga LDK-ja ka thënë që nuk është një kandidaturë që ne e përjashtojmë, pra nuk është se ka dhënë mbështetje, por nuk ka thënë që është vije kuqe Vjosa Osmani. Po, kjo është e vërtet, po e tha në momentin e fundit, nuk e ka thënë deri, nuk e tha deri dje, kështu që edhe aty është e paqartë për shkak se brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës mund të ketë 2 deri në 5 deputet ndoshta të cilët publikisht shpeshherë janë deklaruar si kundërshtar të ashpërt të presidentes aktuale, dhe rreziku është i madh që ata ose të braktisin thallën ose të mos ja japin votën, kështu që në një reagim zoti Robelli, nuk e di, e mësuat edhe ju me njëherë mbasi vetëvendosja zyrtarizoi kandidaturën e Glauk Konjufcës, LDK-ja thotë se mënyra se si është zhvilluar ky proces nga ana e vetëvendosjes deri më tani nuk krijon kushtet për zgjedhjen e presidentit dhe nuk dëshmon qëllimin e mirëfillt për të arritur një marrëveshje të gjerë. Dhe me sa kuptoj nga qëndrimi, LDK-ja nuk do të shkojë në seancë dhe thotë se vendi po shkon drejt kalimit të afateve kushtetuese dhe rrezikon edhe një palë zgjedhje të reja të parakohshme parlamentare. Qëndrimin e PDK-s nuk e kemi ende për këtë zhvillim. Tani, natyrisht që nëse ndodh më hekeqja, se të shkohet prapë në zgjedhje, secila parti do të përpiqet që patatën e nxehtë ja lë tjetrës, kështu ka qenë edhe herën e kaluar. Herën e kaluar kryeministri tanishëm Kurti me taktizimet e tij politike ka arritur që pak a shumë t'ia lë fajin opozitës. A do t'ja dalë kësaj here, nuk e di. Më duket që kësaj here nuk mund të përsëritet ajo faza e dhjetorit, nëntorit, vitit kaluar, kur pak a shumë gjithë faji i hidhe i partive
pas vetëvendosjes, partive që tani kanë mbetur në opozitë. Por mendoj që edhe Partia Demokratike e Kosovës mendoj që së shpejti do të dalë me qëndrim, nuk besoj që ata do të heshtin, po me sa duket lëvizja vetëvendosje kalkulon që aty mund të ketë disa deputet të cilët mund të rinë sallë ose mund t'ja japin votën zotit Njufca, duke pasur parasysh një afërsi që ai ka me disa deputet të Partisë Demokratike, duke pasur parasysh se ai menjëherë pas u zgjodh ministri i jashtëm bëri një gest në drejtim të partive që kanë dalë nga lufta duke shkuar në Hag. Pikërisht dhe duke u prononcuar qartë që gjykimi në Hag është i padrejtë. Kështu që kjo është një kalkulim deri më tani kemi parë deputet të Partisë Demokratike të Kosovës të cilët kanë thënë që Partia Demokratike e Kosovës nuk ka vota për kandidatën e vetëvendosjes. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë me 24 orët e ardhshme. Sepse aktualisht Albin Kurti e ka theksuar gjatë gjithë këtyre ditëve dhe duke se ka krijuar edhe narrativën që ai ka vetëm 66 vota, të paktën duhen edhe 14 vota nga partitë e opozitës, se lista serbe këtu nuk hyn në këtë kalkulim aritmetik, kështu që 14 vota nga 22 që ka PDK-ja, 15 që ka LDK-ja dhe 6 AK-ja duken e vështirë apo jo me një lexim të shpejtë. Tani, për shembull, sikur LDK-ja të ishte homogjene dhe sikur të qëndronte në sallë, atë do bëheshin 81. Po. Edhe me 81 faktikisht ekziston kuorumi. Po është një kuorum kështu në tehtë të thikës, si të them, domethënë nuk është shumë i qartë. Me sa duket kryeministri Kurti llogarit që aty këtu ndonjë deputet mund të qëndrojë në sallë nga frika se po shkoj vendi edhe një herë në zgjedhje, kush e di, ndoshta mund të mos e kandidojnë, mund të humbë mandatin, ka dhe deputet të cilët edhe investojnë shumë në fushatë elektorale, marrin edhe kredi për të financuar fushatën elektorale. Kështu që mund të ketë aty ndonjë deputet i cili mund të bëjë kalkulime personale dhe mund, si thua, në thojza të trasoj partinë.